25 qershor. Të gëzohesh me të tjerët. Gëzohuni me ata që gëzohen, qani me ata që qajnë. Romakëve 12:15. Gëzimi i përbashkët është një shprehje e madhe e bashkëndarjes së përjetimit. Ne zakonisht e përdorim këtë fjalë për të përshkruar një vuajtje të përbashkët, por ajo vlen edhe për gëzimin. Ne e kuptojmë bashkëvuajtjen kur e përdorim në një fjali, por vetë fjala mund të jetë e vështirë për t'u përkufizuar. Prandaj, merrni parasysh të kundërtën e saj, apatin. Nëse apatia ngjan me të thënët nuk më intereson, bashkëvuajtja është sikur të thuash jam shumë i interesuar. Bashkëvuajtja është një identifikim me përvojën e një personi tjetër. Shumë prej nesh e kanë të natyrshme të qajnë me ata që qajnë. Për ne është e natyrshme që të hyjmë në zhgënjimin dhe dhimbjen e atyre që duam dhe të qajmë kur shohim ose mendojmë për trishtimin e tyre. Kjo është diçka e mirë, sepse të mbani barret e njëri tjetrit, do të thotë të përmbushni ligjin e Krishtit. Galatasve 6:2. Megjithatë, të hysh në gëzimin dhe suksesin e të tjerëve është shpesh sfida më e madhe, sepse kjo kërkon që ne të punojmë kundër prirjes së natyrës sonë të rënë njerëzore, e cila anon nga pakënaqësia dhe hidherimi. Në vend që suksesi i dikujt të shërbejë si rast për të bekuar Perëndin dhe për ta falënderuar atë, ai bëhet kaq lehtë rast për të pasur zili. Shumica prej nesh e dinë se si ta shmangin shprehjen e zilisë. Por ka një ndryshim të madh mes mungesës së shprehjes së zilisë dhe mungesës së ndjerjes së saj. Ne mund ta modifikojmë sjelljen tonë aq sa të mos e shfaqim atë, por kërkohet transformim frymëror që të arrijmë në pikën për të mos e ndjer atë. Ky transformim fillon me kuptimin e duhur të identitetit tonë si antar të trupit të Krishtit. Pali thotë se kështu edhe ne të shumtët jemi një trup në Krishtin dhe çdo njeri gjymtyr të njëri tjetrit. Romakëve 12:5. Të jesh në Krishtin do të thotë që ne jemi gjymtyr të tij dhe të njëri tjetrit. Nëse e themi në një mënyrë tjetër, nëse jemi në Krishtin, jemi të gjithë në të njëjtin ekip. Kur ta kuptojmë këtë, do të jetë po aq e natyrshme që ne të hyjmë në gëzimin e tjetrit, sa është edhe që një futbollist të gëzohet për golin e fitores së shokut të skuadrës, në të njëjtën mënyrë sikur ta kishte shënuar vetë. Si populli i Perëndisë, ne fitojmë dhe humbasim, kënaqemi dhe pikëllohemi së bashku. Fjala e Perëndisë ju thërret që dashuria të jetë jo e shtirur, Romakëve 12:9, dhe dashuria e vërtet, si e Krishtit, i përshtat ndjenjat tuaja, kështu që xhelozia ja lë vendin gëzimit, ndërsa apatia ja lë vendin bashkëvuajtjes së vërtet. A ka ndonjë person nga i cili po qëndroni larg në një farë mënyre, qoftë në gëzimin, qoftë në trishtimin e tij? A keni menduar se kujt mund t'i jepni zemër sot? Është pothuajse e sigurt që ekziston dikush i cili ka nevojë që ju t'i shtrini dorën dhe t'i tregoni se jeni me të, duke u lutur për të dhe se jeni për krah tij ndërsa ai ecën në një lugin të thellë. Po kështu, do të jetë dikush me të cilin mund ta ndani gëzimin dhe thjesht mund t'i bëni të ditur se ju e lavdëroni Perëndin për favorin e tij në jetën e tyre. Bëhuni dikush për të cilin mund të thuhet gjithnjë e më shumë. Ai tregon kujdes shumë të madh. Kërkojini Perëndisë të çdo dëmshuri dhe ngushëllimi që të veprojë në ju me anë të frymës së tij, për t'ju formuar në atë lloj personi sot.